Në ambientet e Bibliotekës Publike Thimi Mitko në Korçë u zhvillua veprimtaria social kërkimore dhe ndërgjegjësuese me temë Thyejmë zinxhirët, ndërtojmë të ardhmen, organizuar nga skuadra studentore e Universitetit të Korçës në kuadër të një projekti ndërkombëtar. Në fokus të këtij aktiviteti ishte paraqitja e gjetjeve dhe analizave nga një kërkim disa mujor mbi fenomenin e martesave të hershme në qarkun e Korçës, me qëllim ndërgjegjësimin dhe fuqizimin e të rinjve për të ndërtuar një të ardhme ku ata vetë zgjedhin fatin e tyre. Studentët kanë përqasur një çështje tipike, siç është kjo e martesave të hershme në vendin tonë, ndoshta jo shumë tipike në zonën juglindore siç jemi ne, por duke qenë se ne ishte koha shumë e shkurtër e këtij projekti në një kohë prej 3 muajsh dhe me një buxhet minimalisht të vogël, ata menduan që të shikojnë nga ana sociale se sa kjo çështje përqaset në zonën juglindore. Dhe vetë gjetje që ata kanë sjell, doli që kjo është një dukuri që dhe zonën tonë e prek, dhe në zonat rurale dhe urbane të vendit tonë. Qëllimi i këtij projekti është që të ndërgjegjësohen, që detyra e brezit të ri është të edukohet. Pra dhe jo të krijojnë lidhje të hershme të cilat çojnë në përfundime dhe martesa të nxituara, të cilat sjellin dhe probleme të tjera, familje të nxituara apo probleme të tjera social-kulturore. Puna në teren përfshiu anketime, intervista dhe vëzhgime në komunitete të ndryshme të qarkut. E trisht ajo çfarë kemi mësuar nga statistikat që kemi nxjerrë, duke marrë parasysh si statistikat e Instatit, qoftë edhe nga vetë pyetësorët që ne kemi zhvilluar, ky si fenomen është në rritje. Në vend që të jetë në zbritje apo të jetë në rënje, është një fenomen që po shtohet. Dhe duam që të ndërgjegjësojmë sa më shumë njerëz të jetë e mundur, sepse nuk jemi kundër martesave, patjetër, po jemi kundër shkeljes së të ardhmes së një vajze apo të një djale. Një tjetër dimension i veçantë i veprimtarisë ishte ekspozita e pikturave, të realizuara nga nxënës dhe student mbi temën e martesave të hershme dhe të drejtës për të zgjedhur. Qëllimi jonë sot këtu nuk ishte vetëm të pasqyronim rezultatet e marra nga formularët e shpërndarë në të gjithë qarkun e Korçës. Ne donim të sillim ndonjë copës art, donim që këtë fenomen ta kthenim në diçka artistike, sepse mendojmë që me anë të artit dhe me anë të pikturës, ndoshta edhe me anë të muzikës dhe të klipeve që ne kemi xheruar, mund ta pasqyrojmë sa më mirë mesazhin tonë. Në këtë aktivitet janë paraqitur gjetjet, analizat dhe përfundimet në përmbyllje të këtij kërkimi të realizuar në qarkun e Korçës, me anë të cilave do të përfaqësohet Universiteti i Korçës në konkursin që do të zhvillohet në Universitetin Amerikan në Sofje të Bullgarisë në muajin qershor.